Limit të thënë se dispozitat respektive të kodit procedurës penale përcaktojnë afate brenda të cilave duhet ngritet akuza. Si rregull është 2 vite nga momenti i fillimit të hetimit, me mundësi që në raste komplekse me aprovim të gjyqtarit të procedurës paraprake të shtohet edhe për një vit shtesë. Kam përshtypjen që sa i përket rastit konkret, bazuar në rrethanat, sepse rastet e tilla si rregull janë bukur komplekse, bëhet fjalë për vepër penale të spionazhit, e cila hyn në kuadër të kapitullit të veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës Kosovës. Shkalla e ndëshkueshmërisë për këtë vepër, për cilën natyrisht në këtë fazë të procesit ngarkohet personin e fjalë, është me burgim jo më pak se 5 vite, që nënkupton që mund të shkojë me burgim deri në 25 vite, por shpresoj që prokuroria brenda afateve optimale ka arrit me i grumbullu provat në mënyrë sa më të mirë të mundshme që ta bind gjykatën se i njëjti, domethënë, për te dyshimit të bazuar mirë është kryerësi i kësaj vepre. Në referencë të asaj për çka në fakt ai akuzohet, nënkupton që ka qenë infiltruar ose ka bashkëpunuar ose i ka ofruar informata në shërbimi të jashtëm, së paku këto janë elementet të veprës penale për cilën ai akuzohet. Tash po shpresoj që edhe gjykata, këtë rast Departamenti Special në kuadër të gjykatës themelore të Prishtinës, ta trajtoj me prioritet dhe brenda afateve në mënyrë që natyrisht edhe ky po edhe të tjerët eventualisht që janë të përfshirë në kuadër të aktiviteteve të tilla bazuar në rëndësinë, përkatësisht kompleksitetin dhe ndjeshmërinë që kanë veprat e tilla, të trajtohet me prioritet dhe në fund të procesit të rezultojë me dënim natyrisht mbi bazën e provave nëse eventualisht janë mbledhur në formë të rregullt në pajtim me ligjin. Sa të rëndësishme janë këto veprime pra të prokurorisë speciale për organat të sigurisë për të çuar para drejtësisë njerëz të cilët bëjnë veprime kundër rendit juridik të Kosovës? Konsideroj se janë shumë të rëndësishme, për shkak se një kohë të gjatë që nga arqivimi deri tani nuk kemi pasur në një rast të spionazhit, edhe pse ne institucionet tona shtetërore duhet të kenë kujdes se çdo kohë kemi edhe do të kemi njerëz të infiltruar të spionazhit nga Serbia, jo vetëm këta të komunitetit serb, por edhe nga ana e qytetarëve tonë shqiptarë, cilët bashkëpunojnë me që është një kohë gjatë që kemi qenë në okupimin në shtetin serb, kështu që ata i kanë lënë dika rrënjët edhe ende bashkëpunojnë, edhe ata cilët kanë punuar për ta, edhe trashëgimtarët atyne që i kanë punu si spion atyne, tani e vazhdojnë atë punë. Mirë institucionet tona, si që është AKI-ja dhe policia, prokuroria, do të punojnë në drejtim gjithmonë, t'jenë syqel, edhe t'i përcjellin të gjana dhe t'ju të tregojnë edhe qytetarëve që do të dëgjohen. Para sekretari i gjykatës së apelit, ju kanë të bashkëpunoni me organet e sigurisë. A janë azhur në këtë drejtim, sidomos pra Agjencia e Inteligjencës, sepse ata kanë jo shumë më goxha punë edhe përmes gjykatave për të kryer disa operacione të tilla komplekse. Sigurisht që gjykatave, sidomos gjyqtarët e shërtimit, pak që merren me këtë çështje, ata kanë bashkëpunuar dhe bashkëpunojnë gjithmonë dhe i dalin ndihmë si polici, si prokurori, si OKI-s, i dalin ndihmë për me mujt me sigurube. Por shihet kjo këtu si deri pa 2 vjet ne s'kemi pas asnjë rast sa i përket çështjeve të spionazhit. Tani kanë filluar. Prandaj do të shtysh edhe më herë, po kur sa vonë, mirë po tani duhet tregohet se ai i cili punon dhe bashkëpunon për interesat të Serbisë kundër interesave të Kosovës duhet të dënohet.